Nuk u finalizua sepse atë e mbrojti Edi Rama. Qartazi u pa që Spaku tregoi që e kishte seriozisht përpjekjen e tij për arrestimin e Ballukut. Fillimisht kërkuan pezullimin e saj nga detyra, pastaj kur Rama e mbrojti dhe çoi në GKO, ata treguan që e çuan dhe më tej, kërkuan heqjen e imunitetit në parlament. Dhe kur gjykata kushtetuese u shpreh për pro pezullimit, ata vazhduan këmbguljen për largimin e saj, pra për heqjen e imunitetit. Sigurisht Rama tashmë dukshëm ka krijuar themi presion prej Spakut dhe kërkon të mbrohet. Dhe po e mbron Ballukun sepse duke mbrojtur Ballukun, Rama mbron veten e tij. Kështu që në këtë kuptim Rama lueti çdo kur, doli kundër gjithë alibive të veta, kundër asaj që ai ka thënë që Spaku është krijesa jonë dhe ne e mbrojmë dhe jemi garantët e tij. Doli kundër asaj që ai ka thënë që ata që arrestohen kanë ngrënë kumlla pas shpine dhe unë nuk i mbroj ata. Përkundrazi tashmë Rama doli hapur kundër Spakut dhe doli në mbrojtje të njerëzve të tij të korruptuar. Çfarë e ka ulur dhe ka çuar për tokë imazhin e qeverisë, por nga ana tjetër e ka ekspozuar atë përballë ndërkombëtarëve si personi i cili po pengon reformën e drejtësisë dhe po pengon hetimin dhe dënimin e të korruptuarve. Kjo sigurisht është një pozicion shumë i vështirë për Ramën dhe është aq i vështirë sa që sot Rama do kishte rënë patjetër, por ka vetëm një shans që e mban sot në qeverisë, është fakti që përballë ka Berishën. Po mos kishte këtë, Rama tashmë do kishte shkuar në shtëpi me kohë. Kështu që besoj pra që në këtë rast qeveria ka humbur legitimitetin dhe mbrojtja që i ka bërë Ballukut është për jetë vdekje me të dhe tregon dobësinë dhe brisinë e kësaj qeverie përballë institucioneve të reja të drejtësisë.